dashur vëllezër, nderuara motra, vazhdojmë me jetën e të nderuarit Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ku siç e kam theksuar dhe tek paraardhësit e tij, këta njerëz margaritar plotësojnë një zinxhir i cili u trashëgua nga vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pra jeta e tyre nuk është gjë tjetër vetëm se një përkthim i jetës dhe veprës së dërguarit i Zotit, pra ishin totalisht prodhim i dërguarit i Zotit. Ndaj dhe Aliu radhiyallahu anhu për ta plotësuar panoramën e këtij zotnie të nderuar, lipse të shohim se si ishte Aliu me paraardhësit e tij. Paraardhësit e tij pra flitet për Abu Bekrin, Umerin dhe Uthmanin. E përsa i përket Aliut radhiyallahu anhu, në besimin tonë, në besimin e ehli sunetit, në ndarje me shiitët, kryesisht me shiitët imamit, kemi një përplasje të madhe në lidhje me përzgjedhjen e Aliut si prijes i besimtarëve. I gjithë ehli suneti unanimisht janë dakord se ai Aliu radhiyallahu anhu, pra në radhitje është i katërti dhe i tillë duhet ishte. Është i katërti dhe i tillë duhet ishte. Imamit thonë se atij ju zaptua pushteti, ose ja morën pushtetin. Shikoni se çfarë thot vetë Aliu radhiyallahu anhu. Se kjo është sa qesharake, por është dhe ofenduese për vetë Aliun radhiyallahu anhu. Por është qesharake sepse Aliu radhiyallahu anhu ka qenë një trim i madh. Kush mund të guxonte, domethënë ti merrte Aliut diçka që ishte e drejtë e tij. Pra pushtetin e Abu Bekrit radhiyallahu anhu nuk e mori me luftë, përkundrazi, u imponua, ja imponuan atij pushtetin, prisin. Aliu radhiyallahu anhu kur e kanë pyetur pikërisht për këtë çështje, ka vënë buzën në gaz dhe e kanë pyetur pikërisht atëherë kur ishte i pari muslimanëve. Ka vënë buzën në gaz dhe ka thënë, a mos vall profeti alayhi salatu wassalam vdiq pa pritmas? A mos vall pejgamberi alayhi salatu wassalam u vra? Profeti alayhi salatu wassalam u smur për ditë me radhë. Dhe në këto ditë në të cilat ai u smur, i dha mesazhet e tij. Allahu shpëlbej. Pra nëse do të kishte dashur profeti alayhi salatu wassalam që ta lindte me amanet që pushteti pas meje do të jetë për Aliun, mendoni vallë se nuk do të kish pas mundësi ta bënte? Ai profeti alayhi salam tha i dha shenjat se kush do të jetë. Pra të gjithë kuptuan se kush duhet të jetë pasuesi pas tij. Ndaj për gjatë gjithë ditëve në të cilat ai ishte në agoninë e vdekjes ose i smur, pra, urdhëroi që ai i cili do të printe njerëzit për namaz do të ishte Abu Bekri radhiyallahu anhu. Edhe pse u kërkua nga ana e zonjës së nderuar Aishës radhiyallahu anha që të ngarkonte Umerin me pretekstin ose me qenë se Abu Bekri radhiyallahu anhu ishte njeri i prekshëm, pra prekej shumë, sërish pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, inna kunna lasawahibu Yusuf. Ju jeni si gratë në kohën e Jusufit, pra nuk është se ndryshoni diçka, pra femra mbeteni ashtu siç kanë qenë dhe femrat në kohën e Jusufit. Unë ju them ti pri njerëzit Abu Bekri dhe ju më thoni le ti pri një tjetër. Pra ishte qëllimi i pejgamberit alayhi salatu wassalam që kjo që unë urdhëroj ose kjo që unë orientoj ose kjo që unë e flas është pjesa e asaj që Allahu xhalla xhelalu thot në Kur'an në tij famlar, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ajo që flet ai nuk është fjalë boshe. In huwa illa wahyun yuha, por është inspirim që inspirohet për të madhnueshmit Allah. Pra edhe në ato çaste i dërguar i Zotit alayhi salatu wassalam çdo fjalë, çdo veprim, çdo orientim, çdo udhëzim, çdo pohim nuk është gjë tjetër vetëm se me orientim dhe me miratim hyjnor prej Allahut xhalla xhelalu. Ndaj pra ju drejtua Aliu dhe tha, pra ju mendoni se sikur profeti të kishte lënë amanet që ai pushteti do të jetë i imi, kush do të ndalte mua? Vallahi thot, do ta zbatoja porosinë e profetit, edhe nëse do të mduhej të luftoja, por edhe nëse nuk do të kisha armë dhe do të luftoja me xhypen time. Pra sikur ta hiqja xhypen dhe të luftoja me njerëzit me të,
nuk do të trembesha, nuk do të kurseja, ama do të isha prej atyre të cilët domethënë do ta kërkonin hakun posaçërisht porosinë e pejgamberit alayhis salam. Pra, këta njerëz si pretendent ndjekës të Aliut ose dashurisë së Aliut radhiyallahu anhu, dhe ata janë njerëzit më të largët për dashurinë e Aliut, në dashurinë e Aliut radhiyallahu anhu. Pra, këtej e vlerësojnë ashtu siç ai është realisht, si trim, dhe nga ana tjetër me nxjerrin Aliun domethënë si një person i cili nuk nxjerr mizën nga qulli, sepse nuk mundet domethënë të marri një hak të tij. Ndërkohë që Aliu radhiyallahu anhu pra vetë thot për këtë, vallahi, si kur të ma kish lënë porosi mua profeti alayhi salatu wassalam, do ta kisha kërkuar të drejtën time edhe nëse do të nduhej të luftoja, dhe nëse nuk do të gjeja me çfarë të luftoja tjetër, vetëm se me gjyben time, dhe me atë do të kisha luftuar dhe do ta bëja. Edhe atë do ta kisha bërë. Ndaj të nderuarit e mi, pjesa domethënë se Aliu radhiyallahu anhu ka qenë më primari për të marrë ose kandidatura më primare për të marrë përgjegjësinë pas profetit alayhi salatu wassalam, bjen poshtë. Nëse lexojmë në librat e historisë, do të vrejmë një fragment, sepse historia duhet ditë se ku lexohet dhe se si lexohet. Se ku lexohet, sepse ka referencat e veta, çdo fushë ka referencat e veta. Dhe se si lexohet, lipset që njeriu i cili lexon në një fushë të caktuar të ketë njohuritë e duhura, të cilat e ndihmojnë për ta lexuar atë fushë. Nëse lexojmë në libra të ndryshëm, duke qenë se në histori jo gjithmonë ajo çka përcillet aty domethënë është e kontrolluar. Ndaj siç thotë Imam Iraqi për sa i përket jetës së profetit alayhi salatu wassalam, pra për jetën e profetit, jo më për të tjera, thotë wal ya'lam at-talibu an nasira tajma'u ma qad sahha wa ma qad unkira. Dhe le ta di, thotë studiuesi, hulumtuesi, se jeta e profetit përmban gjëra të cilat janë të sakta dhe ato të cilat nuk janë të sakta. Që do të thotë që ai i cili duhet bëjë diferencën e këtyre është personi i cili i posedon të gjitha kriteret dhe njohuritë e mjaftueshme që ndihmojnë për ta lexuar dhe hulumtuar një dije të caktuar. Dhe në pikërisht në këtë gjejmë një version se Aliu radhiyallahu anhu, kur prisine mori Ebu Bekri radhiyallahu anhu, pra Aliu nuk ne i pas ka dhënë besën Ebu Bekrit, ai dhe Zubair ibn al-Awwam, djali i hallës së pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe jo për pak, por për 6 muaj me radhë. Dhe një pretekst pra thotë se ai Aliu radhiyallahu anhu pra në pas ka qenë i angazhuar me smundjen e Fatimes, ose ka qenë i pakënaqur, çfarë është e dyta. Dhe kjo nuk është as pak e vërtetë, për atë i cili e lexon, sepse mund ta gjejmë shpesh një version të tillë i cili përcillet. Aliu radhiyallahu anhu, ajo që përcillet nga Aliu që e mbështet dhe Imam Ibn Kathiri në versionin e tij në librin e tij të shuar Al-Bidaya wa Nihaya, thotë dhe kur e njoftuan atë Aliun, pra ne më parë kemi folur për jetën e Abu Bekrit dhe kemi thënë se kur u zgjodh Abu Bekri si i pari muslimanëve, pra shkoi në atë që njihet ndryshe në mexhlisin e Beni Saides, fisit Beni Saide, sepse aty ishin tubuar njerëzit për të zgjedhur të parin pas vdekjes së pejgamberit alayhis salatu wassalam. Mirë po, Abu Bekri i cili propozonte Umerin dhe Umeri i cili nuk e lënë që ta bëjë këtë propozim Abu Bekri, po thotë askush nuk mund të kandidojë para teje. Pra, përzgjedhja e Abu Bekrit u bë në një kohë rekord, të paparashikuar dhe të paorganizuar më parë. Ama ishte me unanimitet nga ana e gjithëve. Dhe Aliu radhiyallahu anhu nuk ka qenë prezant. Pasi Aliu radhiyallahu anhu pra po merrej me vdekjen e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe gjërat e nevojshme. Kështu që me ta njoftuar ndërkohë që ndodhej në shtëpinë e tij, kur i thonë që ai Abu Bekri është po qëndron në xhami për të marrë besën njerëzve,
Pra besa çfarë është? Besa Allahut, se do të qëndrojnë në krah, do të qëndrojnë besnik për sa kohë ti i qëndron besnik Allahut subhanahu wa taala. Thot kanë nxituar me të shpejt, ajsa e kishin zakon, domethënë visheshin me disa rroba, domethënë nuk është se rrinin me një rrobe, por me disa rroba. Edhe pse domethënë ndoshta klima ka qenë në të shumtën e kohës vap, në të shumtën e kohës, por vishnin disa rroba. Thot dhe ka dalë ai Aliu radhiyallahu anhu vetëm me një palë rroba, pra duke mos hedhur, e supozojmë këtë gjybën për lëhurën mbi rrobat e tij. Mirë, po nuk ishte normale, pra u konsideronte se njeriu nuk ka dalë në formë të rregullt, nuk ka dalë në formë të rregullt. Thotë dhe ka dalë me të shpejt në xhami, ka shkuar me të shpejt në xhami për t'i dhënë besën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, vetëm që mos thuhet domethënë se fisi i pejgamberit, të afërmit e pejgamberit janë njerëz të cilët nuk i japin besën të dashmit të pejgamberit siç ishte Abu Bekri radhiyallahu anhu. Pra e ka dhënë besën që në ditën e dytë, pra pas zgjedhjes së tij në ditën e dytë, pra sapo u mor vesh. Mirë, po çfarë ndodh? Ndodh që këto situata keq interpretohen shpesh herë dhe kemi një situatë të dytë e cila na fakton edhe këtë të parën, po na tregon edhe shembullin e dashurisë që ai Aliu radhiyallahu anhu gëzonte për Abu Bekrin dhe për të tjerë. Aliu bashkëshortja e Aliut, Fatimia radhiyallahu anha, e bija e pejgamberit alayhi salatu wassalam, me të ndruar jetë i dërguar i Allahut, shkon tek Abu Bekri bashkë me Abbasin, xhaxhain e pejgamberit alayhi salatu wassalam, për të kërkuar trashëgiminë e pejgamberit. Pra pejgamberi alayhi salatu wassalam kishte lënë një tokë dhe donin, domethënë, merrnin hisën e tyre, ajo që u takonte. Mirë, po Abu Bekri radhiyallahu anhu i thot: "O Fatime, o bia e pejgamberit, kërkon nga pasuria e Abu Bekrit ç'të dëshirosh, pra t'jap çfarë të duash. Por mos më kërko të bëj atë të cilën e kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasalam, pra të kundërshtoj të dërguarin tim, ku e kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasalam duke thënë: "Në pejgamberët nuk trashëgohemi, domethënë pasuria të cilën ne e lëm nuk trashëgohet nga pasardhësit tanë, mirë po ajo shkon sadaka, pra shkon pronë për shtetin. Pra kërko thot për mua çfarë duash, por jo këtë." Dhe Fatime radhiyallahu anha bashkë me Abbasin, por edhe gratë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, me ta dëgjuar diçka të tillë, janë tërhequr nga një kërkesë e tillë. Janë tërhequr. Mirë, po ç'ndodh? Më parë kemi përmendur, ose do të përmendim më mirë, kemi përmendur, do të përmendim se Fatimia radhiyallahu anha do t'i bashkohet pejgamberit alayhi salatu wasalam në vetëm 6 muaj. Pra, kur ka shkuar ta vizitojë të atin, ndërkohë që i dërguari i Zotit ishte i smur, i ka folë ai pejgamberi alayhi salatu wasalam në vesh dhe ka nisur të qaj. Më pas sot i ka folur në veshin tjetër dhe ka nisur të qeshë. Ka pyetur ajo Aisha radhiyallahu anha se çfarë të tha ty. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë një sekret midis babës dhe të bijës të tij. Me vdekjen e pejgamberit e ka pyetur sërish dhe ka thënë: "Në të parën më tha që babai yt, do të thënë, është dhimbja e fundit që përjeton nga kjo botë, dhe më tha thot që ti je e para e familjarëve të mi që do të mbashkohesh në ahiret. Pra do të jesh e para që do vdesësh, ky është qëllimi, që do të mbashkohesh në ahiret." Thot dhe kjo e ka gëzuar Fatimen. Mirë, po një gjë e tillë ka ndodhur vetëm në një hark kohor prej 6 muajsh. Dhe Fatimia radhiyallahu anha ka qenë vetëm 28 vjeç maksimumi, se mund të ketë qenë edhe më pak se kaq. Ka prej tyre që thonë ka qenë 26 ose 25. Unë po jap maksimumin që thonë historianët 28 vjeç. Dhe në çastin kur u smur kjo zonjë nderuar, shkon Abu Bekri radhiyallahu anha për ta vizituar. I kërkon Aliut radhiyallahu anhu, pra pasi kish pasur dhe një lloj krisje ose një lloj përçar, një lloj pakënaqësie midis tyre,
shkon Ebu Bekri për ta vizituar dhe i thot Aliut, dëshiroj ta vizitoj. Thot Aliu radiallahu anhu ta pyes. I thot oj Fatime, Ebu Bekri dëshiron të të vizitoj. I thot Fatimi radiallahu anhu, si mendon ti? Thot Aliu radiallahu anhu, mendoj që të të vizitoj. Mendoj që të të vizitoj. Dhe e lejon, domethënë. I thot Ebu Bekri radiallahu anhu, pra ky ishte takimi i fundit me Fatimen radiallahu anha, i thot Ebu Bekri, oj Fatime, ti e din dashurinë që unë kam patur për pejgamberin dhe për familjen e pejgamberit. Unë jam ai, domethënë, që për hatër të kësaj dashurie që kam patur, kam shkrirë gjithçka kam mundur, domethënë, për këtë fe dhe për këtë dashuri që kam patur për dërguarin e Zotit, por edhe për ju. Dhe e gëzoj një dashuri të tillë edhe sot e kësaj dite. Sidoqoftë, thot oj Fatime, am ke bo halal? Domethënë, si dihet, njeriu mirë është më bo halal me njëri tjetrin. Nuk i dihet, domethënë, se ku mund ta kemi cënuar njëri tjetrin. Ndaj gjithmonë është mirë të marrësh halalik. Sot dhe patjetër, thot, e ka bërë halal. Tani, kur ka vdek Fatimi radiallahu anha, këtu thuhet edhe një herë tjetër se ai Aliu e ka ripërtërir bes lidhjen. Dhe për këtë kanë thënë, domethënë, që e ka vonuar. Nëse është e saktë, kjo e dyta, nuk është gjë tjetër vetëm se shprehje e vullnetit të tij të lirë, kanë thënë historianë të ndryshëm, e vullnetit të tij të lirë në atë që ai ka vepruar. E si mundej një person sikur se Aliu radiallahu anhu që të imponohej për një vepër që nuk e besonte atë? Mendoni vallë se mund ta bënte? Aliu radiallahu anhu kishte të tillë dashuri për Ebu Bekrin dhe Umerin në të njëjtën kohë. Sa dy prej fëmijëve të tij i vurin njëri emrin Ebu Bekr dhe tjetrit Umer. Kush e obligoi Aliun që t'i vende emrin Ebu Bekr, djalit të tij, apo djalit tjetër t'i vende emrin Umer? Kush mund ta impononte për diçka të tillë? Apo mos vallë na ishte servil se po ja vej emrin Ebu Bekr se të kap në një post apo në diçka tjetër. Aliu radiallahu anhu gëzonte respektin më të madh nga ana e Ebu Bekrit radiallahu anhu. Dhe ngona e Ebu Bekrit vërejmë se i dha vendin që i takonte duke qenë një ndër 7 sahabët të cilët kishin të drejtën e fjalës në fenë e Allahut. Për çfarë do thotë të drejtën e fjalës? Të gjykonin në fenë e Allahut, të flisin në fenë e Allahut, të mësonin në fenë e Allahut të tjerëve. Sot xhanëm të bën mësuesin e myftiun, të bën gjithë i cili. Ka pas thënë Sheikh Abdul Qadir Arnauti rahimahullah, zoti ja bëftë inshallah dritë atje ku ai është. Bihfadh hadithain, bi'arif yahki kalimtain usar Sheikh al-Islam. Thotë mësoja 2 hadithe përmendsh, mëso me fol një 2-3 fjalë dhe mendon se është bërë Sheikh i Islamit ose është bërë dietar i Islamit. Këtë kush e thonte? Thonte një person i cili ishte thin dituri. Kishte kaluar sa situata me diturinë e Islamit. Dhe kjo është për të ardhur keq që ne jetojmë një kohë ku Islami kërkohet të mësohet nëpër kafene. Të tjerë të cilët Islami kërkojnë t'u mësojnë njerëzve nëpër bodrume. Islami nuk është fe e mive, i cili mësohet nëpër bodrume. Islami është fe e cila mësohet ballë hapur, sepse nuk kemi gjë për të fshehur në Islam. Nëse ke ndonjë problematik me njohuri të ndryshme të Islamit, ky është problemi yt i personal, jo i Islamit. Nuk ka diçka në Islam që të bën që ti ta mbash kokën ulur. As poligamia dhe as një çështje tjetër. Të gjitha kanë zgjedhje. Përse nuk e pranon një shoqëri, një X gjë? Kjo nuk do të thotë se është faji i Islamit apo faji i fesë së fundit. Kjo është problematika edhe e vetë ligjëruesit, i cili nuk din se si ta ligjërojë apo se si t'ia bëjë të kuptueshme të tjerëve. Ndaj të nderuarit e mi, një person sikur se Aliu radiallahu anhu gëzonte këtë të drejtë të madhe që në kohën e Ebu Bekrit radiallahu anhu të ishte mësues i fesë. Në kohën e Ebu Bekrit radiallahu anhu të jepej ajo për cilën e kishte vlerësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam si ku thot aqdakum Ali, më i dituri ndër ju për gjykuar në çështjet e ndryshme, pra për qenë gjykatës, është Aliu radiallahu anhu. Aliu radiallahu anhu ishte pjesë e grupit të konsulencës këshilltarëve të Ebu Bekrit radiallahu anhu.
ndaj vërejmë se në çështje madhore Aliu radiallahu anhu gjendet aty në ballë të kësaj konsulence, si rasti për shembull kur Abu Bekri radiallahu anhu përballet me renegatët, ata të cilët zgjodhen të kundërshtojnë fenë e Allahut me pretendime të ndryshme, e nisën fillimisht me zakatin, duke thënë, domethënë se zakati ka qenë i obliguar vetëm kohën e profetit alayhis salam dhe pas vdekjes së profetit ka rënë një dispozitë e tillë dhe nuk është më nuk vazhdon të jetë ose nuk duhet të jetë një dispozitë e tillë, dhe duke qenë se Abu Bekri shkoi në një qorë sokak me ta, pra nuk kishte se si të vepronte ndryshe, i mbledh shokët e tij për të diskutuar, pati prej tyre të cilët thanë domethënë që nuk mundesh të bësh luftë me njerëzit për të tilla gjëra, domethënë pak a shumë, jo se nuk ia vlen, po ishte qëllimi që njerëzit jemi në një kohë të dobët dhe duhet të forcohemi akoma dhe më shumë. Ndërsa Aliu radiallahu anhu i thot si e sheh ti o Abu Bekr, pra fillimisht dëshiron të dëgjoj mendimin e Abu Bekrit. Abu Bekri radiallahu anhu i thot që unë e shoh që të mos toleroj as pak këtu, dhe unë thot të them o Abu Bekr se nëse pejgamberin alayhi salatu wasalam ja kanë pas dhënë zakatin për një x gjë dhe ty s'ta japin, ti luftosh ato. Thot Abu Bekri radiallahu anhu, vallahi nuk do t'i toleroj qoftë edhe për një litar që mund t'i kenë pas dhënë pejgamberit alayhi salatu wasalam zakatin për të, pra nuk do t'i toleroj as pak. Dhe ka qenë mbështetësi i parë ka qenë Aliu radiallahu anhu. Dhe Aliu është ai i cili, pra nëse do të gëzonte Aliu një lloj urrëtie për këtë person, ose do të ndjente një lloj rivaliteti, ose ajo që quhet ndryshe domethënë si puçet ushtarake, Abu Bekri radiallahu anhu mori përsipër që t'i drejtonte vetë këto ushtri, të cilat do të përballenin në luftë pra me të tillë njerëz, me renegatët. Ndërsa Aliu radiallahu anhu sugjerimi i tij ishte tha jo, ku mundesh ti të prish në këtë ushtri, sepse të vritesh ti nuk është një lloj si të vritet një tjetër komandant. Ti je i pari i Islamit, domethënë ti ke një peshë të madhe. Ti duhet të rrish në Medinë, të rrish në kryeqytet, ndërsa ne thotë le ti drejtojmë këto betejë. Pra nuk është qëllimi që vdiq ose jo Abu Bekri, por qëllimi është pesha që Abu Bekri radiallahu anhu ka. Pesha që Abu Bekri ka. Ndaj Abu Bekri, një prej atyre të cilët e ngarkon me diçka të tillë do të jetë pikërisht zotëria e nderuar Aliu radiallahu anhu. Por jo vetëm kaq. Shpesh herë Aliu radiallahu anhu do të ishte edhe zëvendës i Abu Bekrit në namazet të ndryshme, pra kur largohej Abu Bekri për qëllime të ndryshme, do të ishte pikërisht Aliu radiallahu anhu ai i cili domethënë do ta zëvendësonte Abu Bekrin. Dhe sikur të mos mjaftohemi me kaq, kam përmendur në agoninë e vdekjes së Abu Bekrit radiallahu anhu se ai u konsultua me disa persona se cili duhet të jetë pasardhësi i tij në pushtet, dhe një prej tyre ka qenë dhe Aliu radiallahu anhu, i cili sugjeron se propozon që ai të jetë Umeri radiallahu anhu. Ai të jetë Umeri, pra më meritori, më i duhuri, personi që e sheh ai si më adapt është pikërisht Umeri radiallahu anhu. Në vdekjen e Abu Bekrit, Aliu ka dhënë një shembull e një dashamiri, e një personi domethënë që ishte i mahnitur pas jetës së këtij zotërie të nderuar. Ndaj kur është futur aty ku gjendej dhe kufoma e Abu Bekrit, o Zot na lehtësohet ditën kur ne vetë do të jemi kufoma. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Thotë është futur aty, e ka parë atë Abu Bekrin, ka thënë nëse ka një person që e kam lakmi për veprën e tij, pra do ta kishte domethënë zili thon ndryshe, po lakmi, sepse zilia është pak e rëndë, ai nuk kishte zili, por kishte lakmi. Nëse kam një person që do ta kem zili ose lakmi, është ky burr thot këtu. Do t'i mjaftonte thot Abu Bekrit si e mirë, si mos të mjaftonin thot shumë të mira të cilat i ka bërë gjatë gjithë jetës tij vepra madhore,
do t'i mjaftonte Ebu Bekrit radiallahu anhu si e mirë pra për dalë para Allahu subhanahu wa ta'ala, fakti që e të boj Kur'anin famlart në një libër të vetëm. Pra nëse do të kisha dikë lakmi do të ishte ky. Dhe ka nisur thot duke numëruar të mirat e Ebu Bekrit radiallahu anhu, duke thënë nga çasti që ky ishte njeriu i parë i cili e pranoi, burri i parë i cili e pranoi Islamin. Ky ishte njeriu i parë i cili mbështeti pejgamberin alayhi salatu wassalam, edhe pse nuk ishte farefis, nuk ishte gjak me të. Ky ishte personi të cilin e zgjodhi Allahu subhanahu wa taala për të migruar me të dërguarin e Zotit, e mbështeti dhe e mbrojti atë me gjithçka deri dhe me trupin e tij, e mbrojti, e shkriu pasurinë e tij në ndërtimin e shtetit islam, po në mbështetjen e profetit të Islamit. Dhe ditën do të kur u largua profeti alayhi salatu wassalam nga kjo botë, u largua duke qenë i kënaqur me të, me Ebu Bekrin radiallahu anhu. Pra ka folur fjalët, konsideratat më të larta për Aliun për Ebu Bekrin radiallahu anhu. Pra, çfarë do ta nxiste Aliu në ato çaste për të thënë gjëra të tilla? Në kohën e Umerit radiallahu anhu do të jetë sërish në qendër të vëmendjes. Umeri radiallahu anhu nuk do ta zbresin në asnjë grad nga ato në të cilat ka qenë në kohën e Ebu Bekrit. Pra do të vazhdoj të ketë të gjitha këto pozita, duke qenë këshilltari i Umerit, duke qenë një ndër ato persona me të cilët këshilloi Umeri radiallahu anhu, lejonte, sepse duhet kemi parasysh diçka se në kohën e Umerit, Umeri kishte një politikë që nuk lejonte asesi, ose ishte tepër i shtrënguar në faktin e mësimdhënies. Pra nuk lejonte që të përmendenin ose të përcjellin hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam pa kriter. Nuk e lejonte as pak. Ai sa sahabiu i nderuar Abu Huraira radiallahu anhu ka thënë, sikur ti ishte koha Umerit nuk do të guxoja të ulesha dhe t'ju recitoja juve hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, thotë siç e bëj sot. Nuk do të guxoja. Thot vallahi, thot ai Umeri, domethënë arrinte puna thot deri aty edhe të rrihte. Sepse thonte pra çfarë po bëni kështu me hadithet e profetit alayhi salatu wasalam? Çfarë po bëni që po i recitonin këtë formë? Pra kishte një prioritet Kur'ani dhe hadithe me patjetër, po shtrëngonte tek pjesa e haditheve dhe mësimeve. Mirë, por kjo nuk ndodhte me Aliun. Aliu radiallahu anhu ka raste kur dhe përcjell nga vetë Ebu Bekri radiallahu anhu, por edhe në konsultet e ndryshme që ka patur me zotërinë e nderuar me Umerin, ai ka patur një rol tepër të veçantë. Umeri radiallahu anhu ka patur një konsideratë jashtëzakonisht madhe për Aliun, e sidomos në çështjen e të gjykuarit. Pse i mshojmë kësaj pjesës në çështjen e të gjykuarit? Fillimisht nderuarit e mi duhet kemi parasysh se të gjykoj krijesa krijesën nuk ka gjë më të vështirë. Me të gjitha aftësitë që mund të kesh, mbetesh krijesë. Gjykoj krijesa krijesën. Pra duhet të kesh disa kritere, disa cilësi të cilat duhet të jenë të padiskutueshme tek njeriu. Dituria, sinqeriteti, devotshmëria, maturia, mençuria, qetësia, të gjitha këto duhet i kesh. Duhet jesh i tillë, domethënë që mos ta kesh shumë problem se kush qëndron para teje dhe mbi të gjitha ti jesh prej atyre që nuk e lakmon të gjykosh në mesin e krijesave. Sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, në 3 gjykatës, 2 janë zjarr dhe 1 është në xhenet. 2 janë zjarr dhe 1 është në xhenet. Rrynë e Zot. Ai i cili gjykon me pa dituri, sepse merr përsipër diçka që nuk është e jotja. Ai i cili gjykon me epsh, pra ka dituri, por gjykon me epsh, dhe i cili gjykon me dituri dhe duke pas frikë Allahun, ky është në xhenet. E ka dituri, ka dhe frikë Allahun, ore ndoshta dhe gabon. Ama, domethënë ky edhe kur gabon duke pat frikë Allahun xhel xhelal, jo duke patur interesat e tij. Një prej këtyre njerëzve, ndaj dhe Umeri radiallahu anhu e kishte shumë për zemër në këtë aspekt. Ndaj përcillet se në kohën e Umerit i kishin sjell Umerit, pra kishin arrestuar një femër e cila kishte kryer imoralitet.
Dhe Omeri jep gjykimin sipas Islamit për të, duke shkuar për të ekzekutuar gjykimin që kishte dhënë Omeri radhiyallahu anhu, takohen në rrugë me Aliun radhiyallahu anhu, i cili me ta parë atë femër ai e njihte dhe thot për ku po e çoni, thot Omeri radhiyallahu anhu pra ka gjykuar për të dhe po ekzekutojnë gjykimin e Omerit. Thot kthejoni mbrapsht. E anullon domethënë Aliu dhe shkon tek Omeri radhiyallahu anhu. Kur shkon tek Omeri, para se të shkonte Aliu, i ki shkuar lajmi Omerit se Aliu e ka anulluar diçka të tillë. Dhe ishte pikërisht Omeri ai i cili e merr në pyetje dhe i thotë Ali, çfarë dim ti që nuk dim ne? Domethënë që e ka anulluar diçka të tillë. Do të prisi besimtarëve. A nuk ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rufi'a al-qalam an thalath? Lapsi nuk shkruan për 3 persona. Lapsi nuk shkruan për 3 kategori njerëzish. Për personin i cili është në gjumë derisa të zgjohet, për personin i cili është i vogël derisa të arrijë moshën e pjekurisë, dhe për personin i cili është i çmendur ose nuk është në logjikën e tij, se ndoshta nuk është totalisht i çmendur, por nuk e ka logjikën e tij, derisa të bjerë në mend veta. Thot Omeri radhiyallahu anhu. Thot, a nuk e di në prisi besimtarëve se kjo femër domethënë është e çmendur? E ke parasysh domethënë që ti mund të qëndrosh me një person të lojtur, por për një seancë shumë të shkurtër ti nuk arrin ta kuptosh atë. Nuk arrin ta kuptosh. Mirë, po trish pak më gjatë. Pra mund ta shohësh mënyrën se si ulet, mënyrën se si qëndron. Është historia në kohën e Imam Abu Hanifës rahimahullah, që tregon hoxha dhe thotë, ishe i ulur në xhami, mi pëmdhimnin gjunjët, doja të shtrija këmbët. Por para meje ishte një plak i moshuar me një mjekër të gjatë dhe një mjekër të bardhë, pra që kishte një autoritet në vetvete i numër, thotë dhe rezervohesha prej tij, se thoja si t'ja bëjmë, kush është? Kush është ky dëshi? Si ti shtri këmbët në drejtim të këtij personi. Derisa erdhi një çast dhe ai bën një pyetje, thotë unë po flisja rreth fillimit dhe përfundimit të agjërimit, se kur fillon dhe kur përfundon agjërimi, thotë dhe në një çast më pyet plaku dhe më thotë, pra unë po thoja thotë që fillon me lindjen e diellit dhe përfundon me perëndimin e diellit. Thotë më pyeti plaku, po nëse nuk perëndon dielli. I thash tash, fillimisht i erdhi kohë e Abu Hanifës me shtri komët. Shtri komët një herë. Pastaj e shohim këtë punën e diellit se perëndon apo nuk perëndon. Pra, ka njerëz të cilët në pamje të parë nuk, domethënë në një seancë ti nuk arrin edhe ti kuptosh. Aq më tepër personi i cili nuk ka patur eksperjenca të tjera më përpara, të tjera eksperienca më parë. Dhe Omeri radhiyallahu anhu nuk e kishte vënë re se kjo grua është e çmendur. Pra nuk ishin të gjithë veprimet e saj të çmendura. Do si do të gjykosh një person domethënë që është i çmendur. Dhe e kthen ai Omeri radhiyallahu anhu e kthen vendimin e tij. Pra pse e kthen vendimin e tij? E kthen sepse shef që e drejta është tek ajo që thonte Aliu radhiyallahu anhu. Lind pyetje natyrshëm, sepse nuk ka njeri të kompletuar përpos profetëve të cilët i ka zgjedhur Allahu të jenë të tillë. Edhe ata në natyrën e tyre janë njerëz, gabojnë në natyrën e tyre. Pa çka se Allahu subhanahu wa taala ka garantuar mbrojtje. Lind pyetje natyrshëm. Ore, Omeri radhiyallahu anhu pra kemi lexuar, dëgjuar për të pafund për vigjilencën e tij, për lidurinë e tij, shumë gjëra të ngjashme. Pra, si ka mundësi që një diçka kaq vogël të mos e dallojë. E para të nderuarit e mi, kur e ngren kokën nga qielli ti sheh yje shumë. Nëse fokusohesh tek një yll, pra nëse shikimi jot është vetëm tek një yll thua që ky ndriçon më shumë se të tjerët. Po kur sheh tjetrin, sheh që ai vëzullon, sikur se i pari. Dhe po të shohësh një panoramë, domethënë qiellin ti
pa e fokusuar shikimin tek njëri prej tyre, i sheh se gjithë ndriçojnë. Kështu janë shokët e pejgamberit alayhis salam. Kur e fokusojmë domethënë jetën e dikujt, të duket se është vetëm jeta e tij. Kur e fokuson tek tjetri, e sheh domethënë se edhe ai tjetri ka atë ndriçimin e tij, vezullimin e tij. Dhe kur shikon se këtë ndriçim e marrin nga hëna që është i dërguar i Zotit, kupton domethënë se të gjithë ata reflektojnë dritë, reflektojnë mirësi. Ndaj, nuk është kush që në çfarë do lloj situate Umeri radhiyallahu anhu, me gjithë diturinë që ka, me gjithë devotshmërinë që ka, me gjithë vigjilencën që ka, nuk është kush që në çdo gjë ai t'ia qellojë. Sikurse nuk është kush që dhe Aliu radhiyallahu anhu t'ia ketë qelluar në çdo gjë. Ne po flasim disa fragmente për treguar domethënë afrimitetin që kishin me njëri tjetrin dhe pozitën që Aliu radhiyallahu anhu kishte në atë që quajnë ndryshe në pushtetin e Umerit. Madje Umeri radhiyallahu anhu vjen një ditë prej ditësh i ankohet Aliut. Fillimet e Umerit, të nderuarit e mi, në pushtet nuk merrte rrogë. Një gjë të tillë ka bërë dhe Abu Bekri radhiyallahu anhu, derisa ka qenë Umeri ai i cili e ndaloi diçka të tillë, sepse e pa që ai Abu Bekri domethënë shkonte në treg për siguruar jetesën e tij, pra për të shitur dhe për të blerë diçka për të siguruar jetesën e tij. I thotë Abu Bekr, prandaj kemi zgjedhën e ty si të parë të vendit, do të thonë që të dalësh në treg të ndjekësh jetën tënde si çdo njeri tjetër i thjesht. I thotë po, dhe unë do jetoj. Aty u mblodh Umeri radhiyallahu anhu me këshillin e sahabëve dhe vendosën domethënë t'i caktojnë rrogë të parit të vendit. Mirë, po kur e trashëgoi pushtetin vet, edhe Umeri radhiyallahu anhu zgjodhi të vepronte ashtu sikurse Abu Bekri, se kur ti nxit një tjetër për të marrë nga vakufi, sepse shteti është vakuf. Ne keni dëgjuar shprehjen që thotë domethënë kur dikush huazon se po më vjen rënd, më thon, jo vjedh dritët e jo vjedh ujin, po i huazon, po i quajmë i çik më lehtë, po e zbusin. Thot hase shtetit ja ka marrë. Më mirë t'ja marrësh individit se ke mundësi mu hallashtis me të. Ndërsa kur ja merr shtetit, të gjithë popullin shqiptar, se shteti është vakuf. Shteti është vakuf. Nuk është pronë e atij që është aty lart, dhe nuk është pronë e disa horrave që bëjnë pazare poshtë. Është vakuf i gjithëve. Dhe askush nuk mund të marrë sipas dëshirës të tij. Pra këta që janë aty lart duhet të jenë thjesht menaxhues, por jo për të ndarë pronat e vakufit. Asesi për të ndarë pronat e vakufit. Ndaj Umeri radhiyallahu anhu ndje në pozitë dhe vijoi dhe jetën në të njëjtën formë. Mirë, po si i thon asaj shprehjes se dy kunguj nën sjedhull nuk mbahen. Ndaj shumë shpejt e pa veten të pamundur për ta përballuar, domethënë, edhe të jetë vazhdimisht në shërbim të popullatës, por në të njëjtën kohë edhe të jetë domethënë në shërbim ose në sigurimin e të ardhurave për familjen e tij. Kështu që vendosi Umeri të konsultohej me Aliun dhe t'i thotë: "O Ali, si të veproj? Pra unë jam ai i cili e kam refuzuar, si të veproj?" Dhe Aliu radhiyallahu anhu bëri ato që kishte bërë Umeri më parë në kohën e Abu Bekrit, duke propozuar edhe një herë tjetër dhe ai një rrogë për prisin e vendit, pra si për t'i thonë që edhe ky njeri han bukë e shtëpia, nuk han ajër, që e merr domethënë në hava pa parë, por han bukë e shtëpia. Ndaj Aliu radhiyallahu anhu pati një pozitë në kohën e Abu Bekrit, pati pozitë sërish në kohën e Umerit. Më vonë do të ndalemi dhe Aliu në kohën e Uthmanit dhe një pjesë të fundit në kohën e Umerit, por këto me shpresë Allahu subhanahu wa taala në javën e ardhshme, nëse Allahu ka për të na dhënë ymër, lutem e ty i madhnueshmi Allah na falë, na mëshiro, na pajisë Zot në moral të larta të Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam, na bëj jetën të lehtë, na mundsoj Zot ta dhëmë atë në shërbim të fesë tonë, na bëj vdekjen të lehtë, na mundsoj madhnueshmi Allah të vdesim me dinjitet e shahadet. Lutem ty i madhnueshmi Allah për vëllezërit e motrat tona në Gaza, Zoti i pranë tyre, ndihmoju atyre, nxjerrni nga bataku në cilën ata ndodhen, na mundsoj dhe ne të reflektojmë, sikurse na mundsove Zot të mbledhemi këtë vend begat në madhëruar madhërinë tënde, na mundsoj madhnueshmi Allah që të gjithë bashku
të mbledhemi në xhennetet e larta, në xhennetet Firdaus. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.